është shfaqur në Kinema Republika premiera e filmit dokumentar Spaq 1973, Martirët e Lirisë. Dokumentari kushtohet revoltës antikomuniste të burgosurve politik në burgun famkeq të Spaqit. Në fjalën e tij, kryetari i Unionit të Përndjekurve Politik Besim Drexhoni u shpreh se Spaqi është akoma një plagë e hapur. Ky dokumentar nuk e rikthen Spaqin si një datë në kalendar, por si një moment historik për të rikthyer dinjitetin njerëzor. Ai është ndërtuar mbi 3 shtylla: kujtesën e gjallë, dokumentimin historik dhe ndërgjegje njerëzore. Nuk synon të emocionoj me efekte artificiale, por me të vërtetën. Spaqi është Auschwitz shqiptar dhe Shqipëria edhe sot ende ngurron ta njohë krimin komunist. Kryeisht për ndjekurve në Shkodër, Zenel Drangu, i cili vuajti shumë vite në burgun e Spaqit, tregon për ngjarjen e atij viti. Revolta nisi se shkak u bë një i burgosur, pali, se zotë me punu, e futën Biruc, Palzefi, dhe boni një muj Biruc. Dhe mos i mujt ishe detyruar komanda se kaq ishte rregulloria deri një muj me bon Biruc. E nxorën bre Birucet në 6 orë dhe futën përsëri në Biruc. Dhe rradhën tjetër në 35 ditë. Dhe morën me qitë forcërisht në punë. Ai ishte bon kufom dhe to qitë Orshan me do në punë, qitë i kushtrimin nëjmi, tha, se mëtën. Atëherë ka nërhy një Paulo Popaj dhe ka godit me grusht operativin e kampit që ka kënë Fejzi Liçej. Paulo në kanë marrë e kanë shunë Biruc dhe ka nëjnë Biruc. Forcat janë këthy në kamp dhe aty ka njësë revolta pak në Sia, ku ka si atë 3 ditë. Mas 3 ditë a shtyp me zjake me forcë, janë piketu 12 vetë më pushkatu. Me urdhën të në hoqatër, në 12 janë pa 4. Filmi dokumentar Spaq 1973, Martirët e Lirisë, u realizua me mbështetjen e Konrad Adenauer dhe Unionit Ndërkombëtar të Përndjekurve Politik.